Territori shqiptar për datën 27 gusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Pas vranësirave të zizës së mërkurë, moti do të përmirësohet ndjeshëm në të gjithë territorin, ndërsa në zonat malore mund të ketë vetëm vranësira të pakta kalimtare. Paraditja do të ketë një mot kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa gjatë pasdites vijon moti kthjellë dhe i ngrohtë. Temperaturat minimale priten të zbresin deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 35 gradë. Gjatë ditës pritet rreth 11 deri në 13 orë me diell. Era do të fryhet lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 7 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranë pritet të jetë i lartë rreth 6 deri në 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:01, ndërsa perëndimi rreth orës 19:25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për gjitha qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 20 deri në 34 gradë Celsius. Kukës 15 deri në 31 gradë. Peshkopi 15 deri në 31 gradë. Tiranë 21 deri në 34 gradë. Durrës 23 deri në 32 gradë. Kavaj 22 deri në 32 gradë. Elbasan 20 deri në 34 gradë. Berat 20 deri në 35 gradë. Korçë 14 deri në 29 gradë. Vlorë 22 deri në 32 gradë. Gjirokastër 18 deri në 33 gradë. Sarandë 23 deri në 32 gradë Celsius.